Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjë së dashit. Uroj të jeni mirë. Ju përprej ndjesë që Sarita do t'ju lexoj javën e kaluar, por që këtë javë dhe javën në vazhdim do ju bëj për çdo ditë pothuajse të paktën një mesazh përveç leximeve të dielën. Dhe të shohim të dashur deshër se si apo çfarë mesazhesh e këshillash të marrim sot nga letrat. Po fillojmë jo fort të mirë të dashur deshër, çfarëdo lloj gjendje që jeni tani, dua ta t'ju bëj të qartë. Unë mund ta përmend dashurinë, por në situatën e juaj mund të jetë puna, mund të jetë familja, mund të jetë tani për mos i përmendur të gjitha. Leximet janë gjenerale dhe i përfshin për ato çfarë është për ju. Do thotë në gjenerale për gjërat që dëshironi ju. Të dashur, jemi duke filluar me një kull që jo fort e këndshme, ja shikojeni vetë këtu. Kulla është një gjë që duhet shkatëruar. Tani t'ju parafroj me atë çfarë dua të them. Mund të jetë një lidhje që absolutisht nuk është e shëndetshme, është toksike dhe ka ardhur koha të shkatërrohet, të ndaheni, të largoheni, të bëni diçka tjetër. Kulla do të thotë formimet apo krijimet të një lidhje, të një pune, të një biznesi, të një miqësie, të një fillimi të çfarëdo lloji, apo ka filluar me një bazament jo fort të fortë, të luhatshëm, dhe kjo e bën që mos vete puna mirë në punë, dashuria apo çfarëdo që të jetë, dhe tregon për atë çfarë duhet bërë. Kulla është, dhe me këtë çfarë po e shikoj, akoma nuk jeni të vetëdijshëm, se është hëna këtu, nuk jeni të vetëdijshëm, po shikoni çfarë kam. Hëna është në anën e majit time, në djathtën është dielli, dhe 6 të scrolls që quhen tjetër shpatat që tregon jeni duke lëvizur. Kulla është një paralajmërim. Tani mund të ndodhë diçka, mund të dëgjoni diçka që do ju qartësoj, do ju hap sytë, do ju bëj të kuptoni që o nuk jeni duke bërë mirë, nuk jeni duke vepruar mirë, nuk jeni duke menduar mirë, nuk jeni duke u sjellur mirë, nuk është. Tani mund të jenë shumë gjëra, por diçka që nuk jeni duke e bërë në mënyrën e duhur. Dhe hëna tregon apo pasqyron atë të paditurën, të paqartën për ju, iluzione. Shpeshherë mundohemi ta arsyetojmë veten pse jam në këtë situatë, nga që nuk mund të bëj, rrethanat janë të tilla, nuk mund të veproj, nuk mund të vendos. Jo, kjo është vetëm thjesht mendimet tona që apo dëshira jonë brenda për brenda për të qëndruar në këtë gjendje komfori, ta them unë. Dhe çfarë po ju sugjerojnë apo çfarë po ju këshillojnë letrat? Ka ardhur koha që këtë shtëpi, këtë lidhje, këtë miqësi, këtë punë që është formuar apo është themeluar në bazament të dobët, në gjëra jo të qarta, në gjëra toksike, në gjëra jeni munduar nga kjo lidhje të formoni një lidhje, apo nga kjo punë të bëni diçka të afroni, nuk qëndron, nuk mund të vazhdoj më tutje. Tani, nuk do të thotë që të prishet çdo gjë dhe të shkatërrohet. Kjo është një mënyrë tjetër për të menduar, një mënyrë tjetër për të vepruar. Duhet të gjeni se jeni duke parë që nuk po shkon ashtu ku duhet. Do thotë paqartësitë për momentin do bëhen qartësi. Në kuptimin e saj, jeni duke ecur 6 shpatës, do të thotë, po dilni nga ajo energji që ju ka mbajtur peng në të kaluar, në situatën, me personin, po dilni nga ajo, po qartësoheni diçka për të ndryshuar situatën e juaj. Kjo do të thotë dhe shërim. Dëgjoni, gjithë ato çfarë përjetojnë dhe rrugtimi për drejt asaj që largoheni nga diçka për të kthyer shpinën diçka e çfarëdo qoftë ajo,
është një proces shërimi, është një proces vetëdijsimi, është një proces reflektimi. Dhe gjitha këto ja ku është 6 shpatës do të thot scrolls, shuan ndryshe 6 shpatës do të thot absolutisht në një farë mënyrë duke u përshëndetur me diçka dhe duke i dhënë vetes meritat, kurajo, guximin për të ecur përpara. Shërim dhe drejt gjërave të duhura, drejt gjërave që nuk ka të bëj me atë të durosh, të bësh kompromise, të dalësh jashtë kufive të tuaj, e kështu me radhë për mos ta gjatur. Do të thotë diçka jeni duke u vetëdijsuar dhe diçka jeni duke prerë me gëshën. Këtu është mjaft dhe unë do bëj diçka komplet tjetër. Dhe ajo ju këshillohet absolutisht. Tani, këtu thash bazamenti dobët janë themele jo të forta, nuk mbajnë, nuk ja ku janë themelet të forta, 4 të spiralës. 4 të spiralës janë 4 shtylla të dashur që në çdo gjë duhet t'i vëmi, në shtëpi, në lidhje, në punë, t'i vëmi që të na mbajnë fort, siç themi ne me këmbë në tokë. Dhe absolutisht dielli. Dielli është duke filluar nga martesa që pasqyron martesë, bashkëjetesë, diçka që dëshironi. Mund të jetë gjithë kjo që do ju hap syt për diçka që do veproni ndryshe për ta mbajtur këtë martesë, për ta shtyer më tutje, mënyrën tjetër. Do thotë çfarëdo që jeni duke bërë gabim, duke tani çfarëdo apo sido që të jetë. Pos kësaj, dielli është qartësi. Ju hap syt të shikoni gjërat qartë dhe mirë. Absolutisht, por është sukses, lumturi, është gëzim, është harmoni, është të gjitha. Do thot nga diçka që jeni sot apo keni qenë dhe akoma s'keni marrë guximin, kurajon, apo s'keni bërë hapat e parë për të ecur përpara. Dielli dhe siç thash 4 shtyllat, shërimi, nisje një gjë dhe nën të pasqyrës që ndryshe quhet kënaqësi, përmbushje. Absolutisht nën të pasqyrës është dhe vetë reflektimi që reflektoni emocione të bukura, kënaqësi, ëndra të realizuara e kështu me radhë. Do thotë, por duhet të filloni të dashur nga diçka, dhe ajo është që tani apo të vazhdoni atë çfarë keni filluar, të mos ta lëni në gjysmë, nga që ajo çfarë po ju pret është vetëm në dorën e juaj.